marrëveshjen e kanë bërë qeveria, ekzekutivi i vendit. Ne respektojmë çdo vendim që merr qeveria dhe qeveria duhet ta merr vendimin konform kushtetutës. Normalisht se ne e respektojmë sovranitetin territorial të vendit tonë, nuk pranojmë që të cënohet, respektojmë Kushtetutën e Republikës së Kosovës, do të veprojmë në përputhje me ligjet e Kosovës dhe kështu do të jetë. Ate që dëshirojnë ata, dëshira o dëshirë, po rregullat janë rregulla dhe ligjet vlejnë për të gjithë. Po të shohim se si do të sqarojnë në fund atë se çfarë do të ndodhë ose pas asaj që do të ndodhë në Kosovë gjatë këtyre zgjedhjeve. Sidoqoftë mendoj që është obligim i përfaqësuesve tonë institucional që të kenë konsistencë qëndrimet e tyre dhe të mos i ndryshojnë ato brenda ditës siç po ndryshon shpeshherë moti tek ne. Konsiderojnë që këto janë të papranueshme për shkak se janë drejt për drejt ndërhyrje ose një lloj tendence ushtrimit sovranitetit për brenda territorit të Kosovës, sovranitetit nga Serbia, dhe në këtë drejtim konsiderojmë që organizimi i zgjedhjeve nga Serbia në Kosovë është i papranueshëm, qofshin ato zgjedhjet lokale apo zgjedhjet të përgjithshme siç e kemi rastin tash. Do të kishte më qenë e domosdoshme nga qeveria e Kosovës që të ndërmirën të gjitha masat që i ka në dispozicion për ta parandaluar një çështje të tillë, por duke pasur parasysh historikun e kësaj qeverie, dim që këta për herë kanë leju këto zgjedhje dhe nuk presim që këta të ndërmarrin ndonjë gjë në këtë drejtim.